Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Arbana i ndalon fjalën Mozës vazhdimisht në Prime, ndjekësit të revoltuar. Gjatë transmetimit të fundit të Fermës, të mes të debateve dhe tensioneve të shumta, u regjistrua një moment ku Mimoza Ahmeti kërkoi fjalën për të trajtuar një situatë të kaluar. Megjithatë, moderatori Arbana Osmani ndërhyri duke i ndaluar reptësisht rikthimin në atë temë, pa u bërë qartë për publikun se për çfarë bëhej fjalë. Së fundmi në rrjetet sociale është publikuar një video që hedh dritë mbi këtë episod të censuruar. Bëhet fjala për një moment të regjistruar në dhomën e gjumit, ku Fabiola Elezaj ishte afruar shtratit ku gjendej Moza me bujakën dhe po i trajtonte me masazh këmbët e këtij të fundit. Në këtë situatë, Ola ishte drejtuar Mozës me fjalët provokuese. E njifke edhe ti Magdalenën, ë? Ky krahasim me Maria Magdalenën, figurën biblike që njihet për larjen e këmbëve të Jezusit dhe fshirjen e tyre me flokë si një akt pendese dhe pastrimi të mëkateve, është shoqëruar me një qasje mjaft provokuese dhe ironike nga ana e Olës, veprim i cili duket se ka shërbyer si shkas për përshkallëzimin e të gjitha debateve.